Personat që pinë kafe urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Kafeja dhe kafeina është një pikë e nxehtë të debateve shkencore mbi shëndetin e zemrës. Një dokument i publikuar nga Shoqata Amerikane e Kardiologjisë, të cilës i referohemi, ka konfirmuar se pirja e të paktën 3 filxhan kafe në ditë do të ulë gjithashtu riskun e sëmundjeve në zemër. Sipas tyre, kafeja arrin të neutralizojë dhe të largojë lëndët kimike që shkaktojnë gjithashtu edhe aritminë kardiake në zemër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto kategori të njerëzve duhet gjithmonë të kujdes të kenë edhe me pirjen e kafes, sipas këshillës së mjekut. Debati i vazhdueshëm për rolin e kafes në organizëm gjithashtu është shumë i gjerë. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline konfirmoi se njeriu mund të pijë 3 filxhan kafe në ditë pa u shqetësuar për shëndetin, por këtë gjë nuk duhet ta bëjë në mënyrë të përditshme pasi mund të ndikojë edhe në një sër aspektesh të tjera të organizmit të tij. Sipas studimeve, kafeja bllokon një molekulë të veçantë që nxit çrregullimin e rrahjeve të zemrës, që eventualisht mund të shkaktojë edhe kolapsin e saj. Aritmia e zemrës është një problem që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kjo sëmundje detyron shumë rrahje të forta të zemrës të jenë më të mëdha, ngadalë ose në mënyrë të çrregullt dhe asnjëherë sipas ritmit të saj. Ajo vështirëson edhe furnizimin me gjak të barkusheve të zemrës dhe bllokimin e mushkërive. Kardiologët shpjegojnë gjithashtu se një filxhan i vetëm kafe përmban gjithashtu edhe 95% miligram kafeinë, që stimulon kështu sistemin tuaj nervor. Në bazë të eksperimenteve të tyre, konsumi të paktën 3 filxhan kafe në ditë nuk ka shpërson aritminë nëse nuk e teproni vazhdimisht çdo ditë. Kafeja mund të jetë një pije që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj, por duke u konsumuar brenda standardeve të rekomanduara ditore, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbretëlënëse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Është e vërtetë se ka diçka qetësuese gjatë konsumit të një filxhan kafeje dhe shumë njerëz as nuk e imagjinojnë dot që ata kalojnë ditë të tëra pa pirë një filxhan kafe. Por a është e mirë kafeja për organizmin dhe kush duhet ta konsumojë atë për të marrë përfitimet të duhura? Studime të shumta kanë treguar se kjo pije kaq e preferuar në mbar botën është e mbushur me një substancë që ndihmon gjithashtu edhe në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera të rëndësishme që dëmtojnë zemrën. Ajo përmban gjithashtu antioksidant të fuqishëm dhe substanca të tjera që zvogëlojnë edhe inflamacionin e brendshëm dhe mbrojnë gjithashtu kundër komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Për më tepër, sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa arsye pse kafeja është e mirë të shtohet në dietën tuaj dhe kur duhet ta konsumojmë atë në mënyrë që përfitimet e saj në shëndet jenë të larmishme dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni me shtimin e kafes në përditshmërinë e dietës suaj? Përtej rritjes së energjisë, mënyra se si kafeja mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj janë këto. Mund të jetoni më gjatë. Studimet e fundit kanë zbuluar se ata që pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore siç janë ato koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën. Kafeja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Kjo teori që fshihet pas studimeve është zbuluar se njerëzit që pinë kafe kanë më pak gjasa të vuajnë nga diabeti tipi 2. Nuk bëhet fjala për kafen e ëmbëlsuar me produkte të ndryshme të sheqerit, por kafen sa më natyrale në përditshmërinë e dietës suaj. Zemra juaj do të jetë më e fortë me shtimin e konsumit të kafes në përditshmërinë tuaj. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e dobësimit të zemrës. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që bllokon gjithashtu edhe probleme të ndryshme të tilla, por mund të ndihmojë edhe të përmirësojë shëndetin tuaj në tërësi, duke u kthyer ajo në një prej elementeve më të rëndësishëm ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë kafen si një nga pijet më të mira ushqyese.
Kafeja është një nga pijet më të njohura në botë dhe si e tillë duhet të konsumohet brenda standardeve të rekomanduara ditore. Kur konsumohet brenda rekomandimeve, kafeja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, për të mbrojtur organizmin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët cilësojnë kafen si një prej pijeve më të mira ushqyese. Nëse kombinohet dhe konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore, përfitimet që ajo jep në shëndet do të jenë të larmishme. Studimet kanë treguar se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak nga komplikacione të ndryshme të imunitetit dhe shëndetit. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni kafe në dietën tuaj ditore sipas ekspertëve të Healthline. Kafeja mund të përmirësojë kështu nivelin tuaj të energjisë dhe t'ju bëjë të jeni më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit tuaj që shkakton gjithashtu një efekt më stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e niveleve të larta të dhiambit në trupin tuaj. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë gjithashtu nivelin e adrenalinës në trup, çka do të ndikojë pozitivisht edhe në mënyrën se si organizmi juaj funksionon, duke u bërë që të keni më shumë energji gjatë ditës dhe duke evituar kështu lodhjen e tepërt. Kjo mund të çojë në përmirësim të dukshëm të performancës tuaj fizike. Kafeja përmban gjithashtu lëndë ushqyese thelbësore të rëndësishme për dobin që ofron organizmit tuaj në tërësi. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë riboflavinën, acidin pantotenik, manganin, kaliumin, magnezin dhe niacinën. Kafeja mund të mbrojë nga sëmundja e Alzheimerit dhe demantina. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të preken gjithashtu edhe nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën. Kafeja mund të ulë riskun e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk që të preken nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja është një pije e mirë e cila mund të japë shumë përfitime nëse shtohet si duhet dhe në sasinë e rekomanduar ditore në vaktet tuaja ushqyese. Kështu përfitimet e saj në organizëm do të jenë edhe më të mëdha. Kafeja mund të mbrojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të vuajnë gjithashtu nga ciroza, e cila mund të shkaktohet nga sëmundjet që prekin mëlçin. Pirja e kafes brenda rekomandimeve të duhura ditore do të jetë një alternativë e çmuar në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kafeja mund të ulë riskun e depresionit dhe t'ju bëjë të ndjeheni më të lumtur. Kafeja mund të ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë drastike riskun e humbjes së jetës nga këto komplikacione. Sigurisht, pirja e kafes duhet të bëhet në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar pirjen e saj të tepërt. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët të preken gjithashtu nga sëmundjet e zemrës dhe kanë një risk më të ulët të pësojnë gjithashtu dhe goditje në trup. Dhe pirësit e kafes mund të përfitojnë shumë nga këto aspekte ushqyese, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke evituar kështu ndërlikimet e tyre shëndetësore. Sigurisht, pirja e kafes brenda rekomandimeve të duhura ditore është një mundësi e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Disa studime kanë treguar se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët të humbasin jetën në mënyrë të parakoshme. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se vetëm duhet të pini kafe për të jetuar më gjatë, por është një stimuluese e mirë e një jete cilësore. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja këtë pije në mënyrë që përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit të jenë më të plota, gjithashtu edhe më të fuqishme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.